Me qindra nxënës vizituan ambientet e shkollës At Pjetër Mëshkalla në kuadër të ditëve të hapura. Ky aktivitet tërhoqi nxënës dhe prindër të shumë, të cilët u njohën me programet që ofron shkolla. Padër Stefano, ati shpirtëror i shkollës, tregon arsyet pse nxënësit duhet të zgjedhin të arsimohen aty. Oferta e shkollës është për të gjithë angazhimin e nxënësve që dëshirojnë të bashkëndajnë kënaqësinë e tyre për të mësuar. E larmishmërinë e angazhimeve të tyre e fushave në të cilën janë interesuar. Janë të shoqëruar dhe të drejtuar nga një staf mesimor dhe jo mesimor, kompetent, shumë e kualifikuar, që ka dëshirë zhvillimi e çdo nxënësi. Shkolla është gjithëpërfshirës e edhe mbështet nxënës që mund të kenë boshëleqe në formimin e tyre apo edhe vështirësi ekonomike. Dëshira është për të kryer një ambient në të cilën të gjithë janë barabartë, por edhe me veçanëri të tyre. Shkolla edhe shënon një formim integral e në këtë ditë edhe dallohet që përfshin aspektin trupore, fizike, me aktivitet fizikulture e fusha sportive, por edhe shpirtërore, me leximi e brendësisë të kuptojmë çfarë çdo përvojë mund të kallëzoj, mund të mësoj për nesh, patjetër intelektuale dhe edhe emocionale. Kështu edhe prania e një psikologe është një mbështetje për njohurinë e botën emocioneve. Po që prindët të kenë besim në talentet e fëmijëve të tyre e edhe të nxjerrin potencialin me mbështetjen e duhur. Shkolla jo publike At Pjetër Mëshkalla është e pajisur me të gjitha ambientet për zhvillimin e një procesi elitar mësimor, duke përfshirë laboratore nga më të ndryshmet, po ashtu edhe hapësira sportive, kulturore dhe shpirtërore për të gjithë nxënësit. Regjistrimet për vitin 2025-2026 janë të hapura deri në 15 maj. Ndaj të gjithë të rinj që duan të investojnë në ndërtimin e një të ardhme të sigurt, zgjedhja e duhur është regjistrimi në shkollën e mesme At Pjetër Mëshkalla.